Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Tani do të lexojmë librin Shkenca e pasurisë. I dashur lexues, në fillim kur e lexova këtë libër, më ndihmoi të hapja syt. Shumë libra janë shkruar mbi të qenurit të pasur, por shumica e tyre kryesisht janë të bazuar në aspektin material. Unë mendoj se është shumë më e rëndësishme të fillohet me qenjen tuaj të brendshme, me anën tuaj shpirtërore, me esencën tuaj, me dritën tuaj, apo çfarëdo lloj emri të keni për të. Ne jemi qenje shpirtërore që kemi eksperjenca humane, dhe jo rrugë të tjera përreth. Të mësuarit se kush jemi është pyetja më e rëndësishme me të cilën mund të filloni jetën tuaj. Duke bërë këtë, ju do të përjetoni eksperjenca shumë interesante, që do të ju udhëheqin drejt një kuptimi të ri të kompletuar të jetës. Kjo do t'ju udhëheqë gjithashtu drejt një mënyre të ndryshme komplete se si e shikoni këtë botë. Dikush e përshkruajti këtë si çdo gjë ka ndryshuar, por çdo gjë është njësoj. E vështirë ta akordojmë mendjen e programuar për të menduar në mënyrë dualiste. Mund të jetë kjo rrugë apo një tjetër. Nëse ne do ta kuptonim këtë vetëm me mendjen tuaj, atëherë poetët nuk do të ekzistonin. Poetët flasin gjuhën e shpirtit dhe mund të komunikojnë drejt me zemrën. Jeta nuk është dualiste. Sa më shumë ndryshime që gjeni dhe sa më shumë do ta kontradiktoni veten, aq më pranë jetës jeni. Manifestimi i ëndrave magjistare do të jetë shumë më i fuqishëm pasi të lexoni këtë libër. Leximi do të krijojë rrugë të reja dhe lidhje nervore në trurin tuaj. Gjërat papritur duket se marrin një kthes të ndryshme. Nëse kjo ndodh, ti e di që ti ke lexuar diçka të re. Sa më shumë perspektiva të keni, aq më shumë fleksibël jeni. Nuk ka rrugë të drejtë apo të gabuar. Vetëm gjykimi yt mund ta bëjë atë rrugë. Në momentin që ju e kuptoni dhe e përjetoni këtë, ju bëni një kërcënim kuantik në ndërgjegjen tuaj. Ky libër është shkruar në vitin 1910 nga Wallace the Wattless. Ajo është një gjeni, përderisa zbuloi që burimet e të qenurit të pasur shtrihen brenda vetes tuaj. Kjo mund të marrë pak minuta gjatë përdorimit në gjuhë të ndryshme, mos e lejoni veten tuaj të ndaloj pas kësaj. Vetëm vazhdoni të lexoni dhe do ta shikoni më pas se si gjërat do të fillojnë të qarkullojnë. Për lexueset femra, ka disa ndryshime në stilin e tij të shkruajturit, pasi ai përdor fjalën mashkull shpesh. Nëse e lexoni këtë fjalë, vetëm zëvendësojeni atë me fjalën femër në mendjen tuaj, ose të dy fjalët femër dhe mashkull në kontekstin e këtij libri. Të gjithë ëndrat tua mund të bëhen realitet. Ky libër është pragmatik, jo filozofik. Ky libër është një manual praktik, jo një traktat i lidhur pas teorive, i dedikohet burrave dhe grave, nevoja të cilëve është paraja. Atyre që fillimisht duan të kenë para dhe pastaj të filozofojnë. Kjo më tepër vlen për ata njerëz të cilët deri tani nuk kanë gjetur as kohën, as kuptimin dhe as mundësinë që t'i futen thellë studimit të metafizikës. Por janë ata që duan rezultate dhe përfundime shkencore si bazë e aksionit, duke mos shkruar në të gjithë proceset nga duhet të dalin këto përfitime. Pritet që lexuesi të marrë deklarata fundamentale bazuar në besimin, njëjtë si do të merrte deklarata sa i përket ligjit të veprimit elektrik, të shpallur nga Marconi apo Edisoni dhe të marrë deklarata mbi besimin, se të vërtetonte dëshminë dhe të vërtetën e tyre duke vepruar si ata pa frikë dhe hezitim. Çdo burr ose grua që bën këtë sigurisht do të bëhet i pasur ose e pasur. Shkenca e aplikuar këtu është një shkencë eksakte dhe dështimi është i pamundur për përfitime gjithsesi për të gjithë ata të cilët dëshirojnë të jetojnë teorinë filozofike dhe në këtë mënyrë të sigurojnë baza logjike të besimit. Këto do të citohen teoritë të disa autoriteteve. Teoria monistike e universit thotë se një është gjithçka dhe gjithçka është një. Kjo substancë vetme e manifeston veten në dukje e shumë elementeve të botës materiale, me origjinë hindu dhe gradualisht e ka fituar rrugën e saj në mendimet e botës perëndimore për 200 vjet. Është themeli i gjithë filozofëve.
oriental dhe të atyre si Descartes, Spinoza, Leibniz, Schopenhauer, Hegel dhe Emerson. Lexuesi i cili do të gërmojë në themelët e filozofisë, i këshillohet të lexojë Hegelin dhe Emersonin. Gjatë shkrimit të këtij libri, unë kam sakrifikuar të gjithë konsideratat me qëllim që të qartësoj dhe thjeshtëzoj stilin tim të shkruajturit, në mënyrë që të gjithë ta kuptojnë. Plani i aksionit është shkëputur nga konkluzionet e filozofive, të cilat janë testuar, është parë që gjatë praktikës ose eksperimentit kjo ka funksionuar. Nëse doni të dini si kam arritur në këto përfundime, lexoni autor të përmendur më lart. Nëse doni të korni frutat e filozofisë së tyre në praktik, lexoni këtë libër dhe bëni saktësisht çfarë thotë se duhet të bësh. Tani fillojmë me kapitullin 1, e drejta për të qenë i pasur. Çfarë do që të thuhet në lutjet e varfërisë, faktet thonë se nuk është e mundur të jetosh një jetë të kompletuar dhe të suksesshme nëse nuk je i pasur. Asnjë njeri nuk mund të rrisë talentin e tij apo të zhvillojë shpirtin e tij nëse ai nuk ka shumë para. Për të rritur zhvillimin shpirtëror dhe për të zhvilluar talentin e tij, ai duhet të përdorë shumë gjëra dhe nuk mund t'i ketë këto gjëra pa pasur para që t'i blej ato. Njeriu zhvillohet në mendje, në shpirt dhe trup duke përdorur gjëra. Dhe shoqëria është kaq e organizuar, saqë njeriu duhet të ketë para që të posedojë këto gjëra. Dhe baza e të gjitha avancimeve të njeriu duhet të jenë shkenca për të pasuruar. Objektivi i gjithë jetës është zhvillimi dhe çdo gjë që jeton ka të drejtën e patjetërsueshme të zhvillimit për të arritur. E drejta e njeriut për të jetuar do të thotë e drejta e tij për të patur një përdorim të lirë dhe të pakufizueshëm të të gjithë gjërave të nevojshme për përmbushjen mentale, shpirtërore dhe fizike. Ose thënë me fjalë të tjera, e drejta për të qenë i pasur. Në këtë libër, unë do të flas për pasuritë në mënyrë figurative, të jesh me të vërtetë i pasur nuk do të thotë të kënaqesh me pak. Asnjë njeri nuk do të kënaqet me pak, nëse ai njeri ka mundësi të përdor dhe të kënaqet me shumë. Qëllimi i natyrës është avancimi dhe shpalosja e jetës. Çdo njeri duhet të ketë gjithçka që të kontribuojë tek fuqia, eleganca, bukuria dhe pasurimi i jetës. Të kënaqesh me pak është mëkat. Vazhdimin e librit ju lutem porositeni në linkun i cili është në ekran. Ju përshëndes, unë jam Mimoza Thaçi dhe shihemi në sukses.